Pastron tërësisht zorët dhe largon parazitët. Kjo është receta me 2 përbërës që bën mrekulli. Në Shtetet e Bashkuara, pastrimi i zorrës së trashë u bë i famshëm gjatë viteve 1920 dhe 1930. Ajo është kryer e bazuar në teorinë e hetohelmimit të organizmit. Mishi i pasterizuar dhe ushqimet e tjera mund të shkaktojnë grumbullimin e toksinave dhe helmeve në trup. Këto toksina mund të shkaktojnë lodhje, dhimbje koke, shtim në peshë dhe energji të ulta. Kur vendosni të konsumoni perime dhe fruta, është helbësore të zgjidhni ato të larta në fibra dhe të mbushura me lëndë ushqyese. Mollët janë të larta në fibra të tretshme dhe ju ndihmojnë të ndjeni të ngopur për më gjatë. Ato gjithashtu përmbajnë fibra që eliminojnë gjithashtu edhe kapsllëkun. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Farat e lirit janë të pasura edhe me element ushqyes të cilët pastrojnë zorrën e trashë. Ato janë të pasura gjithashtu edhe me fibra, të cilat do të përshpejtojnë thithjen e ushqyesve nga zorrët tuaja. Farat e linit do ju ndihmojnë të zvogëloni riskun e problemeve të zorrës së trashë, si dhe të mbroni shëndetin e zemrës nga problemet e saj. Përveç kësaj, farat e lirit janë të pasura me acide yntyrore omega 3. Ja receta e mrekullueshme që do ju mundësojë një pastrim efektiv të zorrës së trashë, sidomos edhe në lehtësimin e krijimit të toksinave që e rëndojnë dhe krijojnë komplikacionet e saj. Përbërësit që u duhen në përgatitjen e kësaj recete janë: 1 mollë, 1 lugë mjaltë, 1 lugë çaji fara liri, 1 lugë çaji gjithashtu fara chia, 1 filxhan me ujë. Metoda e përgatitjes: së pari, përzieni të gjitha përbërësit së bashku, përveç farave chia. Pastaj vendosni përzierjen në një gotë dhe shtoni farat chia. I përzieni mirë dhe e konsumoni. Kur hani ushqime të pasura me fibra si mollët, është e rëndësishme të pini edhe ujë në mënyrë që përfitimet e saj për organizmin të jenë më të plota dhe gjithashtu të merrni ndikimin e tyre pozitiv në mbrojtjen e sistemit tretës. Nëse vuani prej kohësh nga sistemi i tretës dhe nga keqformimi i saj, atëherë adresojeni atë tek mjeku juaj, pasi në disa raste edhe gjendja juaj mund të jetë e vështirë për të trajtuar vetëm me këtë recetë. Shëndeti i tretës është shumë i rëndësishëm për të qenë i shëndetshëm, i lumtur dhe pa krijuar kështu komplikacione të cilat e rëndojnë më shumë organizmin tuaj. Prandaj është e rëndësishme të përzgjidhni produktet e duhura ushqyese për të luajtur një rol pozitiv mbrojtës kundër komplikacioneve të tretjes. Përzgjidhni produktet e duhura të cilat do ju ndihmojnë edhe në mbikëqyrjen e një eksperti për të realizuar edhe lehtësimin e tretjes. Ka disa mënyra të cilat në kushte shtëpie mund t'japin zgjidhjen e duhur kundër problemeve të tretjes. Përndryshe, ju mund të bëni edhe recetat shtëpiake që të funksionojnë më mirë në dobinët tuaj. Pastrimi me ujë, sipas Healthline, është një mundësi e shkëlqyer që do ju ndihmojë në lehtësimin e komplikacioneve që tretja të krijojë vështirësi edhe në kapsllëk. Pirja e mjaftueshme e ujit do të qëndrojë si një zgjidhje dhe një mënyrë e shkëlqyer për të rregulluar tretjen. Njerëzit që mbështesin pastrimin e organit tretës me konsumin e ujit do të kenë gjithashtu një tretje më efektive. Sa më shumë lëngje natyrale të konsumoni, pra dhe ujë, aq më të lehtë do ta keni tretjen. Gjithashtu provoni që të hani ushqime që përmbajnë nivele të larta të ujit. Këtu përfshihen frutat, perimet si shalqini, domatet, marulet dhe selinoja. Gjithashtu edhe kastraveci mund të luajë një rol pozitiv në furnizimin e trupit me lëngjet e nevojshme. Gjithashtu është e rëndësishme të keni një dietë shumë të lartë me fibra. Fibrat janë makronutrientë thelbësor që mund të mbështesin më mirë edhe ta anashkalojnë problemet të tretjes. Është gjetur në ushqimet bimore të shëndetshme se frutat, perimet, drithrat, arrat dhe farat mund të jenë një zgjidhje mirë lehtësuese për dietën tuaj. Bimët përmbajnë celulozë dhe fibra që ndihmojnë në ngurtësimin e materieve tepër të trasha të zorrëve, gjithashtu rregullojnë kapsllëkun dhe lehtësojnë problemet e tij, dhe ju bëjnë që të keni një arshqitje më të rregullt, ndërkohë që rrisni bakteriet e dobishme të probiotikëve, të cilët do të luajnë një rol edhe kundër komplikacioneve të tretjes.
Sigurohuni të hani më shumë ushqime të pasura me fibra, të cilat do të mbështesin më mirë shëndetin tuaj të zorëve dhe do të lehtësojnë edhe komplikacionet e saj. Lëngje dhe smoothie janë një zgjidhje shumë e mirë që mund të shtoni në dietën tuaj. Lëngjet janë pastrues popullor të zorës së trashë. Këtu përfshihet edhe azjesimi dhe pastrimi i atyre me anë të lëngjeve të frutave dhe të perimeve. Këto lëngje do të luajnë një rol të mirë për zorën e trashë. Megjithatë, është e rëndësishme të mos e teproni për ta konsumoni si duhet. Në dietën tuaj mund të shtoni niste shtene rezistente. Niste shtete rezistente janë gjithashtu shumë të rëndësishme dhe të ngjashme me fibrat. Ato mund të gjenden në ushqimet bimore siç mund të jetë patatet, orizi, bishtajat, bananet jeshile, gjithashtu dhe drithrat, të cilat do të luajnë një rol të mirë pozitiv kundër problemeve tuaja të tretjes. Këto promovojnë zorën e trashë duke rritur mikroflirën. Një sugjerim i vitit 2013 tregoi se niste shteja rezistente do të lehtësojë problemet që I kanosen zorrës suaj. Shtoni më shumë ushqime të pasur me probiotik në dietën tuaj. Shtimi I probiotikëve në dietë është një mënyrë për të pastruar zorrën e trashë. Kjo gjithashtu rrit shëndetin e përgjithshëm në shumë mënyra të tjera. Ju mund të merrni më shumë probiotik duke marrë shtesa probiotike. Gjithashtu hani më shumë ushqime të pasur me probiotik si kosi, turshit, ushqimet e fermentuara. Përdorni sa më shumë çaj rabimor në dietën tuaj. Të provoni çaj rabimor mund të ndihmojë me shëndetin e tretjes nëpërmjet zorrës së trashë. Bimët laksative si psyllium, aloe vera, rrënjët e marshmallows eliminojnë gjithashtu edhe problemet të ndryshme të tretjes. Gjithashtu, efektet anësore të pastrimit intensiv përfshin të përzierat të vjedha, marramendje, dehidratime, pabarësitë e elektroliteve dhe dhimbje të barkut. Nëse ndjeni këto shqetësime, hiqni dorë nga trajtimet në kushte shtëpie dhe drejtohuni te eksperti për një trajtim më alternativ. Kumbullat e thata gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për lehtësimin tuaj tretës. Kumbullat e thata përmbajnë sasi të lartë të acideve dhe elementeve antioksidues, të cilat janë efektive kundër radikaleve të lira. Ky radikal I keq shkakton dëmtimin struktural të qelizave dhe dëmton edhe sistemin tretës, prandaj mund të krijojë edhe vështirësi më të mëdha kundër komplikacioneve dhe të shkaktojë kapsllëk. Lëngu I mollës është një alternativë shumë e mirë lehtësuese kundër problemeve të tretjes. Prandaj edhe ekspertët këshillojnë përdorimin e lëngut të saj si një zgjidhje efektive kundër shqetësimeve të jashtëqitjes, citon Healthline. Mollët mund t'i përdorni ose në formën e kompostos ose ashtu siç janë, si një zgjidhje mjaft të mirë kundër krijimit të problemit të tretjes dhe rëndesës së saj. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe çajra të ndryshëm, por edhe sherebelen, por duke I kombinuar këto receta si duhet në dietën tuaj mund të lehtësoni edhe problemet e saj. Shtoni në dietën tuaj ushqimet e pasur me fibër. Fibra është e shkëlqyer për të mbajtur të shëndetshme zorrën dhe për të pastruar kështu edhe zorrën e trashë, duke eliminuar mbetjet jashtë trupit. Ju mund të përfshini kokra të tilla si fasule, thjerrzat, quinoa, bullguri ose perime të ndryshme. Gjithashtu, kripa në kombinim me ujin, sidomos kripa e detit në kombinim me ujin mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Uji luan një rol të rëndësishëm detoksifikuese në trupin e njeriut. Kur zorra e hollë është dehidratuar, është lehtë që toksinat të rriten brenda dhe të formojnë një grumbullim. Ju mund të konsumoni të paktën 2 deri në 3 litra ujë çdo ditë për të siguruar një zorrë të shëndetshme dhe pa probleme të tilla. Duke ndjekur një dietë të tillë do ta keni më të lehtë të përmirësoni sistemin tretës dhe të mbani larg gjithashtu problemet e kapsllëkut. Sigurohuni të konsultoheni me ekspertin nëse gjendja juaj është të bërë kronike. Ndiqni këshillat e duhura të tij për të ndihmuar zorrën të jetë më e shëndetshme, më e qetë dhe të mos u vuani kryesisht edhe nga këto komplikacione që ju rëndojnë më shumë shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.